çdo lloj video, çdo lloj komenti, jam mundu me shpreh pak kënaqësi ndaj Edi Ramës. Nuk kam asnjë gjë personale me Edi Ramën si person. Në të fushën e vetë të artit, të sportit, për politikë. Unë thjesht për politikë, do më një mundu që gjithmonë me fol kundra padrejtësive ose kundra atyre që kam mënu unë si person që Edi Rami ka bën kundërshtim me interesat atyre që kanë votuar. Tashi, cila ishte pyetja edhe një herë, fal. Sonde do ketë thirrje vetëm për Berishën apo edhe vetëm për Ramën apo vetëm edhe për Berishën? Turma është turm. Unë e thash edhe i bona disa komente njerëzve se një nga këto njerëzit që organizon protestën paradën shqiptare, Albanian Roots, kishe bërë një status para dish, Rama, jam në Shqipëri dhe thashe Rama në Burg, Berisha në Burg. Kjo është për mendimin tem, unë që mendoj. Ajo është thjesht term i diktaturës proletariatit. Nuk mundesh me thonë popull, në emër të popullit e dënojmë Dylberin, e dënojmë Edi Ramën, e dënojmë Sali Berishën. Në demokraci njerëzit dënohen me votë. Vetëm ajo është që njeriu e ti nxjerr nga politika e nëse drejtësia ka prova ta dënojnë. A është drejtësia e pavarur në Shqipëri? Nuk është e pavarur, se gjithmonë ka qenë e varur. A është drejtësia e intimiduar? A është drejtësia e bleme, në kuptimin e fjalës e bleme, kur ti bën korrupsion edhe merr para në kundrejt çështjes? Po, është e vërtetë që sot drejtësia, çdo njeri që ka kaluar në ato instancat e drejtësisë ka paguar në një mënyrë ose një tjetër, ka paguar këtë drejtësia. Kështu që ajo fraza Berisha në Burg, Rama në Burg, mu nuk e më duket, jo përse se meriton, për shembull po flasim Rama me qenë Burg, pa ata më mirë me thonë Rama në Burg, Rama në shtëpi ose Belinda në Burg. Pse nuk e përmendën Belindën? Pse nuk e përmendën Belinda? Belinda që u kap, si me thonë, nuk ka lidhje, në Shqipëri ka qenë një shprehje i ke zbrit peles nga mrapa. Edhe ai tha, jo tha s'kam i ke zbrit nga mrapa. Kështu që në fakti është që prokuroria e ka shpall domon se ka bë korrupsion. Rama e fali me parlament se ka shumicën e votave. Po mu ma vite një fakt se si ka mundësi që asnjë nga llogorët e Partisë Socialiste, një person i gjallë me dalë me thonë që ore, a ka mundësi që Edi Rama për 13 vite ka bërë diçka gabim? Asnjë. E ndërsa demokrat, gjithmonë demokrat, unë kam thënë se Partia Demokratike nuk është parti ushtarësh. Kur unë për shembull flas diçka që e shoh pa drejt ndoshta ke Partia Demokratike, më thonë, ti kundërshtove Partinë Demokratike, ti e le Partinë Demokratike. Ora njerëz, të më kuptuat që nëse ti kërkon që vendet shkojnë përpara, duhet me dhënë edhe kritika, po nuk do të thonë që ti ike nga Partia Demokratike. Nuk do të thonë që se mundet edhe lideri i Partisë Demokratike me qenë gabim. Po masa nuk duhet me qenë gabim. Nëse ti i gjatë ke ato ide të gjata, pa marrë parasysh se i gjatë edhe Basha ishte, po në një moment erdhi që demokrat mendonin se nuk i ka përfaqësuar, i ka tratuar, edhe e lanë. Kështu që mu habit një fakt se si ka mundësi që asnjë deputet, asnjë kryetar partie, kryetar i këtyre partive në përreth, ose një kryetar bashkie, ose një socialist me dalë me thonë që ore, këtë e mendojmë gabim. Këtu është bë gabim. Po gjithë janë, si me thonë, rresht, edhe kur del Rama qeshin, se ajo është cirk, a i bën cirk. Normalisht të qeshin, ndoshta në vetvete nuk pajtohen me atë, po Rama është bë tamam sikur ato njerëzit që shkreshin ke cirku i Tiranës. Se të shesh në pozicionin domon se ka shku në një pikë domon që edhe ata njerëz që kanë marrë pushtet e ka shumë vështirë me nga pushteti, se është i varur nga oligarkët, është i varur nga mediat, është i varur nga lidhjet e tij me njerëzit e drogës dhe të terrorit, nuk është kollajshëm. Prandaj ai mundohet me çdo lloj mënyre, domon me
me financime, mundohet mes intimidimit, mes medjave, me qenë pushtet deri në atë moment që nuk popullin është ka për të ngrit me forcë, me heq komplet regjimin e tij. Sadri, unë falenderoj shumë për bisedën dhe shpresoj që deri në bisedën e radhës kemi ndonjë lajm nga Departamenti i Shtetit, nëse ka diçka zyrtare apo jo për heqjen e nëngrave. Dylber, populli thashë i Zoti e nxjerr qiellin, si ka qenë shprehja. Gomar nga balta. Gomar nga balta. Shqiptarët, sikur se thash, Amerika ka forcë, ne s'kena qenë asnjëherë se kena ndryshuar pushtetin me votë, është fatkeqësi për ne si kom, vërtet. Kombi shqiptar, por në Kosovë, ajo pjesa që rrinë në Kosovë duke se kanë një qasje tjetër për sa i përket votimit, i numërojnë edhe japin dorën njëri tjetrit, por ne në Shqipëri, nga që ndoshta kena qenë në komunizëm, nuk e di se kush është shumë përpara. Kosova në aspektin e votimit, në aspektin e fushatave, janë ndoshta para sot edhe me Amerikën. Edhe me Amerikën, kuptim fjalës, marrojnë votimin në orën 7, në orën 9 ka dalë rezultati. Domethënë ajo është për një shtet që është 15 shtet është një diçka domon e parrishme. Ndërsa ne në Shqipëri kena vite që vjedhem njëna palë, vjedh njëna tjetër, akuzojnë njëna tjetër, nuk janë njohur votimin njëri tjetrit, domon këtë sistem e kena bë vetë. Sadri, si demokratësi. Më pëlqen që gjithmonë në retorikën tuaj ju thoni ne në Shqipëri. Pra ju e ndjeni veten që jeni këtu. E keni menduar të vini protesta apo jo? Po në vërtet, sikur se thash, do kisha pas shumë dëshirë me qenë protest. Unë tash ma kujtovi 90-ën, kohën e 90-ës që isha i kyçur ke televizorit, se më thonë. Dhe ishte adrenalin veçantë kur i shoh, ishte mallëngjim kur i shoh njerëzit se si vjen në për sponda ato muzikën, kur e shef domon që ne kena humbur mjaft territor si komb. Kena shekuj që na morën tokën, që na domon 500-600 vjet përpara ty na debuo me turqe, me të hujt, si më thonë me serb, e me malazes. Vazhdimisht kena lënë njerëz për kom për këtë troje. Sot në demokraci vjen momenti që prap shqiptarët e shkret më ngrit për hir me mbrojt trojet e veta. Jo se ka diçka të keqe investimi, por janë bërë shumë zullume në Shqipëri, sidomos të 15 vitet e fundit, 13 vitet e fundit me qeverinë socialiste, merrja njerëzve toka, shko e ndërton atje, jepja oligarkëve, njerëzve ka ardhur në një moment që vjen mushët kupa edhe nuk duron më. Kjo është domon që kur i shef ato video, i shef ato njerëz të rinj dalin shef domon edhe të vjen me qajt. Kur vjen ato moj Shqipni e mjera Shqipni, kush ka qit me kryen hi. Nga gjitha domon nga gjitha këto që njerëzit secili e bën edhe më të mallëngjyshme atë vetë, sidomos për ne që kena e kena lënë vendin ton. Është në vërtet e kam thonë në disa paraqitje, çdo njeri ka ikë jashtë, ka ikë për një jetë më të qetë, ndoshta për një jetë që ka pas më shumë prosperitet ose ka dhënë më shumë sistemi ku vepron, po secili nga këta që janë jashtëti prapë në vetën shqiptar se kujtimet, familja, lidhja me tokën. Unë kam pas një profesor që kam pas në fakultet, Pirovizi, kur vllai im u arratis nga Shqipëria, tha, një ditë ka për të kthy, tha se ajo afshi tokës, tha ka për të kthy në Shqipëri, tha. Edhe ka për të ardhur, për të taku, domethënë ishte koha sistemi komunist asë koha. Edhe mu duk sikur po fliste diçka pa lidhje, këto si thonë, thash, si ka mundësi përse, tha, sistemi ka për ndryshu, tha, kur ndryshojnë sistemi, ai ka për të kthy, tha, se ai afshi tokës. Kështu që, nga do të shkojmë... Ju po thoni që ata që janë kthyer dhe për këtë protest, i ka thirrur toka. Exact.
pse vinë shqiptarët, çdo njëri që vjen në Shqipëri, e din që harxojnë 2 fish e 3 fish me arë në kohën e verës, domethënë që kushton një bilet me arë për një person $1,500-1,600, vetëm që të vinë në aeroport, tulet në aeroport, pastaj fillojnë edhe shpenzimet tjera, po secili vjen se me $1,500 ti mundesh me shku ndoshta bashkë me bashkëshortën në Republikën Dominikane, rrin një javë në rezorta dhe je si pasha, si i thonë. Por thjesht vende, është era tokës, janë njerëzit, janë ato kujtimet, janë lidhjet me familjen, nihesh i lirë, je në vendin tonë, flet gjuhën shqip. Këtu ku do të shkosh, për shembull unë do shkoj edhe kërkoj me pi kafe me shqiptarë. Unë s'tem që s'njoh amerikanë edhe kam edhe amerikanë që hyje dalë me ta, po gjithsesi lidhjen e kam me gjakun tim, me shqiptarët. S'ka lidhja, a kupton, është shqiptar. Aty është bukuria, domethënë se të bashkon diçka, të bashkon gjuha, të bashkon një traditë, bashkon një kujtim, bashkon një shok ndoshta që kena pas përbashkët. A kupton, janë me mira arsye, domethënë që kena kalu për gjatë shekujve që duhet me qenë bashkë. Duhet me qenë bashkë. Gjaku s'bëhet ujë, Sadriu të falenderoj shumë. Ju përshëndes edhe ju, uroj një ditë shumë marë për ju. Gjithashtu edhe për ju.